Kryetari i Degës së Lëvizjes Vetvendosje në Skënderaj dhe kandidati për deputet Hysni Mehani ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga kryetari i komunës Sami Lushtaku, si dhe nga truprojat e tij. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Mehani ka deklaruar se gjatë incidentit i është marrë edhe telefoni personal, duke kërkuar ndërhyrje të policisë dhe mbrojtje për familjen e tij. Jam lënduar nga Sami Lushtaku dhe banda e tij. Telefonin personal ma kanë marrë. Lus policin të mbroj familjen time dhe ftoj familjarët për përmbajtje, ka shkruar Mehani. Sipas tij, ngjarja përbën një sulm të drejtë për drejtë fizik dhe politik, ndërsa ai ka kërkuar reagim të menjëhershëm nga autoritetet. Vetë Lëvizja Vetvendosje ka publikuar dhe një fotografi të Mehanit pas incidentit, duke e shoqëruar me reagim publik për denoncimin e tij. Ndërkohë, autoritetet nuk kanë dhënë ende një qendrim zyrtar lidhur me rastin. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Skënderajt, Sami Lushtaku, ka reaguar duke i mohuar akuzat për dhunë. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka deklaruar se situata është keq interpretuar dhe ka lidhje me tensione verbale në terren. Lushtaku ka pretenduar se është provokuar dhe etiketuar me terma fyes, duke shtuar se qytetarët kanë reaguar në atë situatë. Ai ka akuzuar gjithashtu për përpjekje politike për ta diskredituar. Rasti mbetet në pritje të verifikimeve nga institucionet përkatëse, ndërsa palët kanë dhënë versione të kundërta mbi ngjarjen.